Një ekip ndërkombëtar studiuesish kanë bashkuar shkencën e robotëve dhe gastronominë për të krijuar një tortë me përbërës të ngrënshëm dhe baterinë e parë të ngrënshme të rikarikueshme në botë. Studiues nga École Polytechnique Fédérale de Lausanne dhe Instituti Italian i Teknologjisë kanë formuar një grup me shefa pasticërie dhe shkencëtar për të krijuar RoboCake, i cili aktualisht është ekspozuar në ekspozitën 2025 të Osakës. Mbi tortën janë vendosur arinj robotik të ngrënshëm, të cilët thuhet se kanë shijen e karameleve me shije shege, të cilët kanë një sistem të brendshëm që siguron lëvizje për gjymtyrët dhe kokën e tyre. Just some examples of robotic food. It is made of it looks like a wedding cake. Torta robotike është si një tortë martese. Sipër tortës kemi dërinj vallëzues dhe bateri çokolate. Bateritë e çokoladës përdoren për të furnizuar me energji disa qirinj. Konsistenca, shija dhe aroma e arinjve vallëzuese robotik dhe baterive të çokoladës janë realizuar nga pasticërët e shkollës së mikpritjes në Lausanne. The chocolate batteries have been refined by pastry chefs of the Lausanne Hospitality School. Për të furnizuar me energji qirin LED në tortë, studiuesit e Institutit Italian të Teknologjisë ndërtuan baterinë e parë të ngrënshme të rikarikueshme, të krijuar nga vitamina B2, quercetina, karboni i aktivizuar dhe çokolada e zezë. We demonstrated the first edible rechargeable battery. Ne demonstruam baterinë e parë të ngrënshme të rikarikueshme me një mbulesë të bërë tërësisht me çokoladë. Rechargeable battery. Duke zëvendësuar elektronikën tradicionale, studiuesit thonë se këto komponent mund të ndihmojnë në adresimin e 40 milion ton mbetjeve elektronike vjetore, ndërsa pjesët plotësisht të konsumueshme do të zvoglonin mbetjet ushqimore. Zbatimet e ardhshme përfshin pilula inteligjente për monitorimin e shëndetit. We see possible application of an edible electronics for Ne shohim një aplikim të mundshëm të elektronikës së ngrënshme për monitorimin e shëndetit. Në rastin ton, ne jemi të përqendruar në zhvillimin e pilulave inteligjente që mund të gëlltiten në mënyrë të sigurt dhe degradohen brenda trupit pasi kryejnë funksionin e tyre. This is radically different from ingestible electronics, which is already present on the market. Projekte të tjera përfshin gjithashtu monitorimin e mjedisit me robot të ngrënshëm që vlerësojnë cilësinë e ujit ose të tokës, ndërkohë që ofrojnë ushqim për kafshët e egra. So we are developing fully biodegradable and edible robots that could be used for monitoring environmental. Ne po zhvillojmë robot plotësisht të biodegradueshëm dhe të ngrënshëm që mund të përdoren për monitorimin e mjedisit, për shembull, ndotjen e ujit, cilësinë e tokës. Avantazhi i robotëve tan të ngrënshëm është se gjatë jetëgjatësisë së tyre ose në fund të funksionimit të tyre, ata gjithashtu mund të sigurojnë ushqim për kafshët që ekzistojnë në këto mjedise dhe mund të tërhiqen nga këto robotë të lëvizshëm. Animals that exist in these natural environments and could be attracted by these mobile robots. Torta është pjesë e projektit RoboFood, 4 vjeçar, pregatit 3.5 milion eurosh, i cili bashkon shkencëtarët e ushqimit dhe ekspertët e robotikës për të krijuar artikuj të ngrënshëm që shkojnë përtej çdo risie. Mbetet për të parë nëse bota është gati për ushqim inteligjent. Robotët e ngrënshëm mund të përdoren për të shpërndarë ushqim në zonat e rrezikuara, për të shpërndarë ilaçe në mënyra inovative tek njerëzit që kanë vështirësi në gëlltitje ose për të monitoruar ushqimin. Ky projekt hap rrugën për përvoja gastronomike interaktive dhe të shijshme, duke na kujtuar se ushqimi është burim i çmuar dhe ndoshta duke zvogëluar ngrënien e tepërt.